Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Përshëndetje edhe një herë. Unë bëj 2 lidhje të drejtë për drejtë çdo javë, të hënë dhe të premtet. Hënave kam në lidhje me ciklin e hënës, ndërkohë që ditëve të premte janë për shikimet javore. Si fillim flas në lidhje me ndikimet e përgjithshme, pastaj kaloj këto të gjitha shenjat me radhë. Radhitja se si do t'i këshilloj që t'i dëgjoni këto parashikime do të ishte si fillim ndikimet të përgjithshme sepse na prekin të gjithë, pastaj të kaloni tek shenja e ascendentit dhe pas ascendentit kalon tek shenja që keni lindur, pra shenja e diellit. Ndërkohë që përtej këtyre kam edhe parashikjet e mia në televizione, janë të hënë dhe të premte përsëri. Të hënë jam tek Report TV dhe tek A2CNN, ndërkohë që ditëve të premte jam tek Top Channel. Këto janë shërbimet të cilat janë për publikun, pra janë për ju. Përtej këtyre mund të bëj ndonjëherë edhe postime nëse vere që ka diçka shumë të rëndësishme për t'ju paralajmëruar në përgjithësi. Ndërkohë që për ndikimet pozitive, duhet që nëse gjatë parashikimit të javës, ja u përmend se cilat janë ditët më pozitive ose cilat janë ditët që duhet jemi më të vëmendshëm, nuk e shikoj më të nevojshme. Gjithsesi do t'i këshilloj është të ndiqni sidomos storyt e mia që janë në Instagram, sepse aty jam më tepër aktive. Të gjitha këto video të drejtë për drejtë shqipe mund t'i gjeni edhe te kanali im YouTube-it, të cilin nëse i ndiqni, mund të rritet edhe kanali dhe unë do të kem tepër mundësi që të bëj edhe postime të tjera për video të tjera. Këto janë shërbimet që janë për publikun, pra ndërkohë që kam shërbime personale, këtu përfshihen analizë hartës, mund të gjej orën e saktë të lindjes për të gjithë ata që nuk e dinë dhe si rritoj ascendentin. Përveç kësaj, mund të bëjmë analizën e lidhjes dhe parashikime për të ardhmen. Këto që sa përmendra, pra shërbime personale janë shërbime me pagesë. Informacione në lidhje me to mund t'i merrni nëse më shkruani nga WhatsApp-i im. Ju lutem më shkruani sepse kur merrni telefon, ju bëj blok automatikisht sepse kam të pamundur që të përgjigjem të gjithë personave që më marrin në telefon. Pak më tepër pas një par ore të caktuar. Në të vërtet kjo javë që po lëm brapa është java më e vështirë e prillit, ishte ditët e fundit. Dita të cilat kanë qenë më të vështira është dita e dieshme dhe deri ditën e diel. Dita e nesërme është një nga ditët që mund të kemi kriza, vazhdojmë që të kemi kriza, ndërkohë që dita e diel tashmë shumë herë më e zbutur, edhe pse mund të vazhdojmë që të kemi disa gritje me njëri tjetrin, po e themi në këtë mënyrë. Arsye kësaj është se Urani është i vendosur te grada e fundit të shenjës së Demit dhe gjithmonë kur kemi një planet të vendosur te një gradë të fundit të çfarë do në shenjë, atëherë krijojmë kriza të dukshme. E njëjta arsye është edhe për dje, duke qenë se Venusi ishte vendosur tek grada e fundit të shenjës së Demit përsëri në takim me Uranin, ndërkohë që duke filluar nga mëngjesi ditës së sotme, nga ora 6 të mëngjesit për të qenë eksakt, kaloj tashmë tek shenja e binjakëve. Ndikimet e saj i kam përmendur javën e kaluar, gjithë ata që dëshirojnë mund ta ndiqni. Tek ndikimet e përgjithshme fola se si do të ndikohet nga kalimi i Venusit tek shenja e binjakëve. Ndërkohë që gjatë kësaj jave kemi një ndikim vërtet shumë të fuqishëm që është një hënë plot në datën 1 maj, është në orën 19:23. Është tek shenja e Akrepit. Normalisht ditën e hënë do të bëj analizën e kësaj hëne të plot, por ndikimet e përgjithshme do të mbyllë kontrata, është në përgjithësi janë kontrata karmike, pra marrëveshje që kemi me njëri tjetrin në nivelin shpirtëror më tepër, po jo vetëm aq, kemi të mbyllën çështjeve gjyqësore, në të njëjtën kohë kemi ndikime për sa i përket lindjes dhe vdekjes, pra domethënë kemi mbarimin e diçka të vjetër dhe fillimin e diçka të re, detyrimisht kemi ende kohë që të përzgjedhim se çfarë do që të mbajmë jetën tonë. Është ditën e premte për përsërisë edhe një herë, dhe duke qenë se është vonë në orën 19:23, domethënë që gjithë javës vazhdojmë që të kemi aftësinë që të përzgjedhim ato çfarë dëshirojmë. Ndërkohë që shenja e Akrepit, një ndër simbolikat e tij është edhe ana materiale e përbashkët, prandaj dhe të gjitha mosmarrveshjet që mund të ekzistojnë në lidhje me këto tema, nëse jemi të vetëdijshëm, mund të përdorim këtë si moment për të zgjidhur këto probleme. Është në vartësi gjithmonë të situatës dhe në vartësi të hartave personale, por mund të përdoret në mënyrë shumë efikase, këtë më duhet ta analizoj. Kemi edhe një ndikim tjetër që është kalimi i Mërkurit, do të kaloj ditën e diel në datën 3 maj, do të kaloj tek shenja e Radhës, që është ajo e Demit. Ky është një ndikim pozitiv, ti jemi realist, duke qenë se Mërkuri tek shenja e Dashit na bën shumë impulsiv,
reagojmë shumë shpejt, komunikimi bëhet i përshpejtuar, prandaj dhe kemi mendjen më aktive, po në të njëjtën kohë mund të marrim pak kohë. Pra mund të themi fjalën e fundit në fillim, detyrimisht është kjo mund të vihet re edhe në formën e agresionit, ndikohemi të gjithë detyrimisht, nuk është se ka një shenjë të caktuar që ndikohet, duke qenë se Mërkuri është në planet personal dhe na prek të gjithë. Pavarësisht se shenja e dashit në këtë moment është shumë dominante sepse vazhdojmë që të kemi shumë vendosje tek shenja e tyre. Ky është një lajm i mirë, pra po e themi shkurtimisht në këtë mënyrë, është një lajm vërtet shumë i mirë, kalimi i Mërkurit tek shenja e Demit është një ndikim vërtet shumë pozitiv sepse fokusohemi tashmë tek materia, të gjërat që mund të prekim, nuk jemi më në ajër, nuk reagojmë në mënyrë aq impulsive, mendojmë më përpara se të veprojmë, jemi më analitik, më të drejtë për drejtë, edhe në atë çfarë kërkojmë në mënyrë se si e themi. Më Mërkuri tek shenja e Demit dhe vërtet më pëlqen. Normalisht është një që ndikohet më pozitivisht në këtë rast, do të jetë shenja e dashit sepse do të çlirohet nga gjitha euforia që ndjen, nevojën e vazhdueshme për të qenë në lëvizje, pra. Është një ndikim pozitiv për këtë arsye. Shenja tjetër që ndikohet pozitivisht do të jetë shenja e Gaforës, madje edhe shenja e Binjakëve sepse percepton botën tashmë në një prizëm të ri. Në përgjithësi siç e vjen re, të gjitha shenjat do të ndikojnë pozitivisht. Kemi një ndikim i cili është vërtet shumë i rëndësishëm. Do të kemi disa kënde të vështira të Marsit me Jupiterin. Kur Marsi me Jupiterin janë në kënde të vështira me njëri tjetrin, pak më tepër në këto momente që Marsi është vendosur tek shenja e dashit, kjo do të thotë që kemi kriza të rëndësishme me identitetin ton dhe me familjen ton. Prandaj dhe mund të kemi ndryshime të këtyre dinamikave, që të jemi të vetëdijshëm për mënyrën se si reagojmë dhe çfarë presim nga këto marrëdhënie është shumë e rëndësishme, do të jetë e vlerëshme për gjatë gjithë javës, por dita që do të jetë kulmimi i kësaj është dita e njëjte, pra fiksni ditë përpara hënës së plotë dhe duke qenë se është një hënë plot, kjo do të thonë që dësmadhohen edhe më tepër, prandaj dinamikat familjare gjatë gjithë javës në vazhdim duhet mbajtur në vëzhgim dhe duhet jemi shumë të vetëdijshëm përpara çdo reagimi që bëjmë. Dita më pozitive është dita e shtunë, javën në vazhdim. Edhe dita e hënë mund të them që është ditë pozitive, pavarësisht se kemi disa kënde negative si të Mërkurit me Jupiterin, do të jetë vazhdimi, por këtë kemi mësuar më të themi se si ta përdorim. Kishte ndikim edhe ose mund të përdoret edhe për të bërë marrëveshje pozitive, pra për të zgjidhur probleme, sepse çdo kënd negativ në të vërtetë krijon edhe mundësi për zgjidhje dhe për avancimin ton. Ndërkohë që java në vazhdim, siç e thash, më tepër dominant do të jetë këndi negativ midis Marsit dhe Jupiterit. Dita e cila është më e vështirë është dita e Mërkur, e njëjtë dhe dita e premte, siç e thash, sepse të gjitha këto ndikime, të cilat janë të këndeve negative, do të smadhohen edhe më tepër sepse ne jemi në një frym kur hëna është hëna e plot, gjithçka e zmadhojmë, e egzagjerojmë në mendjen tonë, prandaj detyrimisht edhe emocionet janë të egzagjeruara. Pak më tepër që në këtë moment mund të kemi edhe një pasion shumë të madh të drejtuar në vende që ne nuk i perceptojmë ashtu siç duhet. Duke qenë se kemi disa mbyllje të cikleve karmike, që përmenda në fillim, kemi të vështirë në të vërtetë që të perceptojmë se cili është hapi i radhës. Prandaj në qoftë se jemi të vetëdijshëm, do ta kemi më të thjeshtë, por në qoftë se thjesht reagojmë dhe pastaj mendojmë, e kemi shumë të vështirë që të vazhdojmë në linjën ku duhet të jemi dhe kjo mund të thotë edhe probleme të rëndësishme si në karrierën tonë, në marrëdhëniet personale me njëri tjetrin, po ashtu edhe marrëdhëniet familjare, të cilat gjatë kësaj jave përpërsisht janë vërtet të sfiduara, duhet të jemi vërtet shumë të vëmendshëm. Edhe një ndikim tjetër që mendoj që është i rëndësishëm është në lidhje me shëndetin. Duke filluar nga dita e diellit tutje, do të kemi një zbutje të problemeve që ekzistojnë në këto momente, sidomos në lidhje me alergjit, po ashtu edhe në problemet që kemi tek pjesa e fytit, duke qenë se Urani do të kalojë tek shenja e Binjakëve. Por nga ana tjetër mund ta përdori mendjen tonë shumë shpejt dhe kjo mund të thotë edhe që të jemi të nxituar në mënyrë se si i bëjmë gjërat, prandaj dhe në vend që të bëjmë gjërat pa menduar mirë dhe duke fokusuar thjesht tek një e ardhme e cila ende nuk ka ardhur, do të këshilloj që të bëjmë gjërat më me ngadalë, të qetësohemi dhe pastaj të veprojmë, sepse do të këshilloj që ta përdorim pak më tepër qetësi, sepse Urani do të qëndrojë tek shenjë për 7 vite në vazhdim, pra kemi kohë që të bëjmë gjërat me qetësi. Këto është ndikimet për javën në vazhdim. Pra më dominanti është hëna e plot, që është hëna ditën e premte, por përsëris ditën e hënë do të bëj një lidhje të drejtë për drejtë, ku do të flas në lidhje me ndikimet e kësaj hëne të plot, ndërkohë që ndikimi tjetër që është i rëndësishëm
është kalimi i Mërkurit tek shenja e Demit. Java në vazhdim do të filloj me hënën të vendosur tek shenja e Virgjëreshës. Prandaj edhe për shenjën e Dashit, kjo do të thotë një fokusim vërtet shumë më tek shëndeti fizik dhe tek jeta e përditshme. Kjo jep dy mundësi, një e parë që të perceptojmë se ne ku kemi çaluar në lidhje me shëndetin ton, ku e kemi egzageruar, ku nuk e kemi dëgjuar trupin ton, pra dhe si edhe mund të kemi pasur edhe probleme në lidhje me shëndetin, ose të ndihemi të lodhur në disa raste. Nga ana tjetër, mund ta perceptojmë dhe si të bëjmë gjatë në mënyrë më efikase, por jo të punojmë fort, por të punojmë pak a shumë me tepër logjik. Dhe kjo detyrimisht na bën ne, ose më them shenja e Dashit e bën një shenjë e cila gjatë javës në vazhdim është vërtet shumë efikase. Dita e martë, në të vërtet, duke qenë se hëna do të filloj tashmë të kaloj gradualisht tek shenja e Peshores, fokusimi do të kaloj tek marrëdhëniet personale. Duke qenë se kishim një hënë të re javën e kaluar, ditën e premte, e cila prete pikërisht të marrëdhënie për marrëdhëniet personale, tashmë jemi më të qartë se si ti rregullojmë këto lloj balancash. Dhe pak më tepër, duke qenë se kemi dhe kthyer edhe jetën tonë diçka më praktike, detyrimisht fillojmë edhe që të qartësojmë gjërat dhe ta bëjmë jetën tonë një ambient, ta shndrojmë ambientin rreth rrotull, pra në një ambient shumë më të përshtatshëm ku dhe ne argëtojmë më tepër, ku kuptojmë më tepër dhe i kuptojmë edhe njerëzit e tjerë për nevojat e tyre. Prandaj edhe krijohet një farë harmonie e re, një farë dinamike e re e cila e ushqen vërtet shumë shenjën e Dashit. Siç e thash, duke qenë se do fokusohemi mirë si fillim tek shëndeti fizik, arrim që të kuptojmë edhe se kur duhet të pushojmë dhe kur duhet të veprojmë. Në përgjithësi ndikimet gjatë gjithë javës do të jenë pozitive për këtë arsye. Kemi një dominancë, duke qenë se dominancë më të them për veprim, duke qenë se kemi vazhdimin e Mërkurit tek shenja juaj dhe kjo do të thonë që keni ende tendencë që të reagoni në mënyrë impulsive. Pak a shumë të thoni ndonjëherë dhe fjalën e fundit në fillim, por kjo është shumë herë më e zbutur tashmë duke qenë se kemi pasur kalimin e Uranit tek shenja e Binjakëve. Kur Urani kaloi tek shenja e Binjakëve, ose më kur të kaloi, se është ditën e diel, të gjitha ajo brengat pak a shumë që keni pasur brenda vetes pas siguritë, sidomos që kanë të bëjnë me të ardhurat materiale, tashmë fillojnë edhe qartësohen, ose më themi zbehen pasiguria dhe e dini shumë më mirë se ku duhet të veproni. Për këtë arsye, sidomos duke filluar nga dita e martë e tutje, keni dhe aftësi vërtet shumë të madhe për të bërë bashkëpunime ose për të marrë ndihmë nga persona, individ të caktuar për të avancuar në lidhje me krijimin e stabilitetit ekonomik. Është një periudhë vërtet shumë pozitive në këtë aspekt, shenja e Dashit në këto momente, dhe pak më tepër që hëna e plotë, që do të jetë ditën e premte, do të ndikojë pikërisht të ardhurat materiale të përbashkëta, bashkëpunimet të cilat nuk janë funksionale mundeni të mbaroni dhe të filloni diçka e cila është shumë funksionale. Kemi të prekura marrëdhëniet familjare. Këto marrëdhënie familjare në përgjithësi vijnë me kriza, nëse janë dinamika të cilat janë të pashëndetshme dhe fal kësaj, nëse përdoren ashtu siç duhet ky si moment, atëherë kemi mundësi që të rregullojmë ose të krijojmë një farë distance të shëndetshme. Madje do t'ju këshilloj të bëni të sigurt sepse do të jetë vërtet shumë e lodhshme nëse mundoheni që të zgjidhni diçka që është e pamundur që të zgjidhet vetëm nga ana juaj. Përsa i përket mbylljeve të cikleve karmike, është një javë vërtet shumë efikase sepse perceptoni shumë mirë se cilat janë veprimet tuaja që i kanë mbajtur gjallë këto lloj ciklesh, pra. Dhe si rritoj kemi edhe një farë drejtësie. E njëjta gjë është e vlefshme edhe në formë firmosin e kontratave, është një gjë e vlefshme edhe në lidhje me ndarjen e pronave të përbashkëta, sidomos ato që kanë të bëjnë në lidhje me familjen dhe fisin, pra për them në këtë mënyrë. Kemi një ndikim siç e vini re, të përzier të lodhshëm por shumë pozitiv si përfundim, sepse shenja e Dashit në këtë moment është në zgjerime sipër, është në përmirësimin e jetës, në pothuajse në çdo aspekt të jetës, dhe mbi të gjitha, duke qenë se shenja e Akrepit për shenjën e Dashit, domethënë edhe mbyllja e disa marrëdhënieve të cilat janë negative, kjo mund të thotë edhe marrëdhënie personale, mund të thotë edhe bashkëpunimeve të cilat janë negative, domethënë fillimin edhe të një periudhe ku është më i vlerësuar nga ambienti që i rrethon. Prandaj dhe mund të kemi edhe fillimet të reja në përsa i përket çështjeve sentimentale në lidhje me të ardhurat materiale përmenda që në fillim. Nëse dëshironi që të zhvilloheni në karrierë, këtë javë do ta këshilloj që ta përdorni me ngurmë sepse është një javë ku mund të merrni trajnime, sidomos ditët ditët e premte dhe të shtunë janë ditë të cilat mund të hidhni hapa, mund të aplikoni diku e të tjerë. Kjo janë disa ditë vërtet shumë pozitive në këto aspekte.
Shenja e demit. Jemi tashmë tek stina juaj dhe pak më tepër siç e përmenda edhe Mërkuri ditën e diel, pra në fundjavën tjetër, do të kaloj tek shenja juaj derisa të kalojnë në atë fazë. Veç do të vazhdojmë që të kemi të njëjtën Mërkur në kënd negativ me Jupiterin. Do të ndihet edhe pse shumë i zbutur, sepse tashmë është një kënd i larguar, që nga dita e Mërkurit do të ndihmë edhe më të zbutur, por gjithsesi do të vazhdojmë që ta ndijmë. Mënyra se si ju ndikoheni është që krijohen sfida me marrëdhënie që keni me vëllezërit dhe me motrat tuaj. Kjo është e vlefshme edhe gjatë kësaj fundjave, pra në datën 25-26 prill do të jetë e vlefshme edhe deri ditën e Mërkur. Pas asaj, siç e thash edhe përpara, do të jetë shumë më e zbutur. Ndërkohë që në qoftë se jeni pak më të vëmendshëm në atë çfarë thoni dhe thjesht e vrojtoni situatën, sepse në këto momente i njëjti kënd negativ jep një intuit vërtet shumë të lartë, darin që ta analizoni shumë mirë gjëra, sepse mendja punon më shpejt, mund të shtohet edhe paniku, frika. Do të thonë, sidomos nëse janë marrëdhënie të cilat nuk jeni shumë të sigurt, pra ekziston pasiguria brenda. Fakt kësaj nëse jeni të vëmendshëm dhe thjesht e vrojtoni, mund të kuptoni se ku qëndroni vërtet me këta persona. Dhe fal kësaj të mund të ndërtoni marrëdhënie më të shëndetshme. I njëjti kënd në të vërtet prek shumë edhe lëvizjet automjete, prandaj do të këshilloj që të jemi shumë të vëmendshëm në lidhje me automjetin ton, madje edhe kjo fundjavë ishte e prekur. Prandaj ditën nëse dëshironi që të dilni në udhëtim, sidomos në udhëtime të gjata, pra ditën e nesërme dhe të pasnesërme, datën 25-26 prill, do të këshilloj që të kontrollonte edhe një herë automjetin përpara se të lëvizni. Kjo është këshill e përgjithshme, nuk është diçka domethënë që duhet jeni pa të friksuar, por e them të nënvizuar këtë gjë. Nëse e marrim masa, kemi shumë të thjeshtë që ti anashkalojmë problemet. Ndërkohë që për sa i përket temave të tjera, duke qenë se tashmë jemi me diellin dhe vendosur tek shenjimi, pra jemi tek stina juaj, kemi një rritje të dukshme në energji. Gradualisht edhe dielli do të fillojë të kryejë kënde pozitive me Jupiterin. Kjo është tonë në mënyrë të dukshme efikasitetin që ju keni nisë sidomos nëpërmjet komunikimit, duke qenë se arrini që të gjeni fjalët e duhura për të shprehur në vendin e duhur, gjë që mund të thotë edhe rritje vërtet të madhe në karrierë. Pak më tepër që duke qenë se dhe Urani javën në vazhdim do të ketë kaluar tek shenja e binjakëve, domethënë që karriera juaj merr një ritëm të ri. Arrini që të jeni më efikas këtu, si rridhë, vjeni dhe më tepër në sy. Dhe i gjitha këto mund të thotë edhe një rritje në detyrë e cila përkthehet pothuajse automatikisht në të ardhur materiale të mira. Madje në disa raste mund të keni edhe ju ide se si mund të zgjidhni për shembull projekte të ndryshme ose probleme të ndryshme brenda punës, dhe fal kësaj të mund të zhvilloheni edhe më tepër. Për të gjithë ata që duan të krijojnë diçka të tyre, është një moment vërtet ideal, duke qenë se dhe hëna është duke u smallëruar deri ditën e diel, e kemi këtë aftësi, dhe pak më tepër që pikërisht sot drejtuesi juaj që është Venusi kaloi tek shenja e binjakëve, dhe domethënë perceptim i ri në lidhje me të ardhurat materiale dhe vlerat në përgjithësi. Këto vlera kanë të bëjnë edhe në lidhje me çështjet sentimentale, duke qenë se tashmë shikoni në mënyrë më praktike. Ju gjithmonë ashtu jeni, por në këtë moment e shikoni vërtet në mënyrë më praktike, prandaj dhe mund të gjeni zgjidhje problemeve të vjetra dhe komunikimin në këto momente të përdorur në mënyrë efikase në këto aspekte. Një ndër pika që do të këshilloj që të jeni shumë të kujdesshëm është shëndeti fizik, por më tepër se sa është shëndeti psikologjik ose shëndeti mendor, sepse gjatë gjithë kësaj jave mund të kemi një farë rëndese që ndjemi në brenda vetes, shumë herë më zbutur se çfarë ka qenë deri në këto momente, por do të vazhdojmë që ta ndjejmë. Këshilla që do t'ju jepja se si mund ta kaloni shumë thjesht është që të bëni lëvizje ecje në natyrë. Do ndjeni edhe ju vetë që problemet janë shumë të vogla për të marrë me to, dhe do të keni një farë fjelltësie e cilat automatikisht ju ndihmojnë që të zgjidhni problemet. Ndërkohë që për sa i përket marrëdhënieve familjare, futemi në një fazë ku jemi më të sigurt se çfarë dëshirojmë, si edhe arrim edhe që të ndërtojmë një jetë familjare shumë më të shëndetshme dhe më tepër harmoni, sepse kemi shumë më të thjesht zgjidhje në këto momente, dhe duke qenë se do të marrim të ardhur materiale të mira gradualisht, duke filluar nga java në vazhdim. Madje mund të kemi filluar ta ndjejmë edhe që tani gjatë kësaj jave, kemi shumë më të thjesht, pra që edhe neve të ndjejmë të sigurt dhe të mund të krijojmë harmoni, pra më thjesht në të gjitha marrëdhëniet tona. Por përsëris shëndeti vërtet ka shumë rëndësi dhe keni të thjeshtë si ta zgjidhni, pra mjafton që të jeni pak më të vetëdijshëm në lidhje me trupin tuaj. Shenja e binjakëve
është një nga shenjat më dominante në vazhdim, duke qenë se kemi shumë vendosje tek shenja juaj, pak më tepër që edhe Urani kaloi këtu, është një vendosje e cila do të jetë për 7 vite në vazhdim, por duke qenë se momenti i parë është shumë i rëndësishëm gjithmonë, është një ndër ndikimet më dominante për ju, arrini që ta perceptoni botën tashmë në një pikë vështrim tjetër. Normalisht do të fillojë nga dita e diellit tuti, ende jemi në ato ure që e kemi e parandim që do të ndodhë diçka, po se çfarë do të ndodhë nuk jemi shumë të sigurt, ndërkohë që duke filluar nga dita e diellit tuti do të kemi një farë qartësimi në lidhje me këto tema. Pra, edhe në idetë tona, po ashtu edhe se çfarë duam të bëjmë me jetën tonë, me karrierën tonë, po ashtu dhe me familjen tonë, si duam të zhvillojmë marrëdhëniet tona ose ku duam të qëndrojmë për shembull, sepse Urani na detyron që të ndryshojmë. Na detyron që jetën tonë ta bëjmë më marginale, ose më mirë të themi ta shndrojmë jetën në diçka më fantastike, diçka që nuk është mediokre. Na detyron vërtet që ta perceptojmë botën në një pikë vështrim komplet më të ri dhe që na përmbush më tepër. Plus që Urani, domethënë edhe mendja e universit, prandaj edhe në këto momente për shën e binjakëve kemi një zgjerim vërtet shumë të madh. Duke qenë se njëjti Uran ka dhe një këmbë pozitiv me Plutonin që është i vendosur në këto momente tek shenja ujore që është i drejtuar nga Urani, prandaj të marrim informacione të vazhdueshme si nga njerëzit, po ashtu edhe nga universi, se ku duhet të ecim, se ku duhet të zhvillohemi. Kjo do të jetë shumë e ndjeshme gjatë gjithë javës në vazhdim, pak më tepër që Mërkuri është i vendosur tek shenja e Dashit. Ndonse thash në fillim kur shpjegova në lidhje me Mërkurin te kalimi tek shenja e Demit, është më i qetë këtu dhe është më i strukturuar, ndërkohë që në këto momente është Mërkuri i vendosur tek shenja e Dashit, ju e keni shumë më të thjeshtë që gjithçka që e mendoni ta ktheni në jetë, në prakticitet, pra, sepse është më përshpejtuar. Me të njëjtin ritëm, siç e mendoni gjërat, ashtu mund ta ktheni edhe në jetën praktike. Këtë do të këshilloj patjetër që ta përdorni në lidhje me karrierën tuaj për të kryer një farë suksesi dhe për të kryer një farë progresi në lidhje me projektet tuaja. Kjo është e vlefshme edhe në lidhje me çështjet sentimentale, në lidhje me marrëdhëniet e përgjithshme, po ashtu edhe në lidhje me të ardhurat materiale. Është një javë vërtet shumë efikase për këtë tematik, vërtet shumë efikase. Pak më tepër që edhe hëna e plot do t'ju ndihmojë vërtet shumë që të shkëlqej pikërisht se cilat janë gjërat më praktike që ju duhet të bëni në mënyrë që të jeni më të suksesshëm në jetë. Është një javë vërtet fantastike për ju, mjafton që dëshironi ta përdorni. Nga ana tjetër kemi një ndikim i cili është i lodhshëm, është një energji shumë e lartë, e cila nëse nuk të gëzohet, e keni problematike. Dhe kjo mund të thotë edhe probleme në lidhje me shëndetin, sepse përdorni energjinë shumë më herë me shpërthime, pothuajse, dhe nuk ju ngelet për momentin e ardhshëm. Prandaj këshillojmë do të ishte që t'i bëni gjërat me pak më tepër moderitet. Për realizimin e projekteve është diçka tjetër, por lëvizja duhet të jetë gjithmonë e kontrolluar, lëvizja fizike bëhet fjalë. Që të udhëtoni është diçka pozitive, por një lloj siç ishte tek shenja e Demit, përpara se të bëni udhëtime të gjata, do të këshilloj që të kontrolloni të mirë automjetin tuaj, do të këshilloj që të kontrolloni të mirë edhe buxhetin tuaj, në mënyrë që të mos keni harxime të cilat ju lodhin, sepse gjatë gjithë kësaj jave mund të kemi diçka të tillë. Buxhetin e tejkalojmë dhe si do krijohet një farë stresi. Dhe fakti stresi që mund të krijojmë brenda vetes, mund të mos shikojmë ato mundësitë që po na dalin në këto momente përpara. Përpërsisht është një javë vërtet shumë pozitive për shenjën e binjakëve, mjafton që të dëshironi ta përdorni ose ta përdorni më ashtu siç duhet. Shenja e Gaforit është në energji duke u rritur, fokusimi kryesor vazhdon që të jetë tek krijimi i një stabiliteti në karrierë për të gjetur rrugën tonë dhe marrim mendim shumë të madhe këtu. Shenja e Gaforit është një nga javët më efikase, pak më tepër që hëna e plot do të jetë tek një tjetër shenjë ujë që është ajo e Akrepit, edhe pse hëna nuk ndihet mirë tek shenja e Akrepit, duke qenë se ka kënde pozitive me dy vendosje. Njëra është Jupiteri i vendosur aktualisht tek shenja e Gaforit, që shton fatin, dhe tjetra është një asteroid i cili shton pasionin që ne kemi për jetën. Në këtë rast, për shenjën e Gaforit shton pasionin që ne kemi për informacionin në përgjithësi dhe për të zgjeruar veten tonë, intelektin tonë. Që e bën shenjën e Gaforit që të shiroj edhe traumat që mund t'i kenë ngelur ose pengesat që mund t'i ketë shkaktuar vetes në lidhje me zhvillimin e saj personal. Kjo shton shumë edhe intuitën në të vërtetë tek shenja e Gaforit. Shtohet ose më themi ndryshon dhe perceptimi edhe mënyra e përdorimit të intuitës, sepse edhe Urani do të kalojë tek shenja e binjakëve. Ndërkohë që në përgjithësi shenja e Gaforit ka një farë intuite emocionale, tashmë do të shtohet së bashku me këtë intuite edhe një farë intuite ose inteligjencë
intelektuale, e cila e ndihmon atë që të përdorë pak a shumë ta shikojmë më të njëjtën gjë në disa aspekte të ndryshme dhe si rreth të jetë edhe më suksesshme. Në këto momente është pikërisht periudha ku Jupiteri e ndihmon vërtet shumë shenjën e gafor, sepse zmadhon vetëm gjërat pozitive. Zmadhon mënyrën se si e percepton botën, prandaj dhe arrin që të shikojë ato boshtë që deri në këtë moment nuk arrin të shikon ose i rrit limitet e saj. Dhe në të njëjtën kohë zgjeron shumë edhe ndihmën që merr nga bota, ose shton, themi ndihmën që merr nga bota, bie edhe më tepër në sy në lidhje me karrierën, sepse shenja e gaforës në këtë moment është shumë e përgjegjshme, kundrejt asaj që duhet të bëjë, përgjegjësisë që ka për punën e saj dhe për veten e saj, anën e saj profesionale, prandaj dhe ka një rritje më të madhe. Ndërkohë që kemi një zhvillim për sa i përket marrëdhënieve sentimentale, sepse e njëjta hanë plot për shenjën e gaforës mund të thotë edhe mbarimin e një periudhe ku mund të kemi qenë vetëm ose mund të kemi qenë në një lidhje sentimentale problematike apo në disa raste edhe toksike. Arrim që të perceptojmë këto lidhje ashtu siç janë në të vërtetë dhe jemi të detyruar që t'i pranojmë, se kjo është edhe pjesa më e rëndësishme. Edhe pse mund të kemi perceptuar, jo gjithmonë kemi fuqi ose guximin që ta pranojmë ashtu siç është realiteti, ndërkohë që kjo hanë plot do të na detyrojë që ta shikojmë realitetin në sy në lidhje me çështje sentimentale dhe fal kësaj do të kemi edhe mundësi pas kësaj që të krijojmë lidhje sentimentale shumë më të shëndetshme dhe të përshtatshme për ne. Kemi një zgjerim edhe në rrjetin social. Ndërkohë që pika ku duhet jemi vërtet shumë të vëmendshëm është shëndeti fizik. Në këto momente, sistemi i tretës është vërtet shumë i prekur. Është i prekur për të gjitha shenjat, por duke qenë se shenja e gaforës është një gjë ka më të ndikuar sepse ka më delikat. Mund të kemi probleme të rëndësishme këtu. Këto mund të shprehen në forma të ndryshme, por duke qenë se komplet zore trash për sistemi i tretës mund të prek edhe komplet sistemin imunitar, duke qenë se janë të lidhur me njëra tjetrën, do të këshilloj që çdo lloj simptome të fillon të perceptohen edhe nga ky aspekt ose të shikoni nga ky aspekt. Normal që ju nuk keni nevojë që ta shikoni vetë, shkoni te doktor sepse ja thotë edhe ai ose ajo. Okej, shenja e luanit gjatë kësaj jave. Kemi fillimin e javës me hënën të vendosur tek shenja e vjergjëresës, prandaj dhe shenja e luanit në këtë moment është të fokusuar për të kryer vlera të reja në jetën e tij, ose jetën e saj. Ka një ndikim vërtet shumë të fuqishëm për sa i përket karrierës. Deri në këtë moment fokusimi kryesor mund të ketë për zgjidhjen e problemeve në mënyrë që të binin në sy, ndërkohë që në këto momente gjithë ajo lodhje që mund të kemi pasur, edhe një vlerësim me pikë pyetje, pra i dyshim që mund të kemi marrë nga e prodhët tanë, tashmë nuk është ndihmë shumë të nevojshme sepse kemi një vetë vlerësim më të lartë. Kjo vjen në mënyrë pak më tepër natyrale me kalimin e Uranit tek shenja e binjakëve, duke qenë se fokusojmë më tepër tek ajo çfarë ne mund të bëjmë vetë. Jemi më të fokusuar se si mund të hapim rrugët tona vetë, dhe pak më tepër fal kësaj, duke qenë se jemi të fokusuar vetëm tek ana jonë më e fuqishme, më dominante, më pozitive, tek talentet tona. Pra, marrim një ndihmë edhe më të madhe në këtë rast. Pra, nga personat që kemi rreth rrotës, sepse pak a shumë rrezatojmë një farë vetbesimi i cili tërheq në jetën tonë individ të cilët na ndihmojnë. Kjo është e vlefshme më tepër nga shoqëria. Madje në këtë moment shenja e luanit do të kthehet, do të shndërrohet në një nga shenjat më sociale. Kemi filluar tashmë ta ndjejmë që nga dita e sotme, duke qenë se edhe Venusi kaloi tek shenja e binjakëve, prandaj edhe komunikimi është bëhet më i rëndësishëm, jeta sociale bëhet më e rëndësishme, për te këtyre bëhet më e rëndësishëm edhe socializimin për t'u argëtuar. Pra nuk e shikojmë thjesht diçka mekanike dhe çfarë interesi kam këtu, fillojmë që ta fokusojmë tek shijojmë tepër jetën. Duke qenë se pak a shumë karriera fillon dhe ecën vetvetiu. Pra të gjitha problemet që deri në këtë moment nuk i dinim se si t'i zgjidhim ose kemi zgjidhur me zor, tashmë i zgjidhim më pak a shumë vetvetiu, sepse dielli në përgjithësi, duke filluar që nga dita e mërkurit të themi, do të fillojë që të ketë kënda pozitive me Jupiterin, dhe kjo duam apo s'duam ne, na i hap më tepër rrugët dhe e shikojmë në mënyrë intuitive se cili është hapi i radhës që duhet të hedhim. Në këto momente për shenjën e luanit kemi një ndikim shumë pozitiv për sa i përket lidhjeve afatgjata, kemi një vendosje tek shenja ujore që është përballë me shenjën e
Luanet, i cili zbut në mënyrë të dukshme të gjitha problemet që mund të kemi ndier deri në këto momente nga Plutoni, sepse sido që të jetë Plutoni shkakton kriza brenda marrëdhënieve, sidomos ato që nuk janë funksionale, ndërkohë që kjo vendosi që Zhunoja e zbut në mënyrë të dukshme, madje jemi edhe në periudhën ku mund të krijojmë lidhje sentimentale vërtet shumë të shëndetshme. Mund të futemi në një periudhë ku duam që të martohemi ose të kemi partneritete më tepër të vlefshme në lidhje me çështje sentimentale, në lidhje me martesat ose krijimi një familje, por mund të thotë edhe në lidhje me çështjet ekonomike, pra partneritete biznesi, që mund të thotë edhe të ardhur materiale të mira. Fokusimi kryesor që kësaj jave është krijimi i stabiliteti, jemi më të vetëdijshëm për atë çfarë ne jemi, pra kemi një vlerësim shumë më të shëndetshëm, dhe falë kësaj kemi aftësinë që të drejtohemi drejt asaj. Hëna e re që ishte javën e kaluar, ditën e premte, fiks para një jave, ndikoi në mënyrë të dukshme thyrjen e disa kushtëzimeve që ishin problematike, prandaj dhe tashmë për shembull Luan dhe kemi më të thjeshtë të avancojmë, sepse i kemi thyer edhe kushtëzimet dhe mbi të gjitha në hapen edhe rrugës sepse jemi më të fokusuar tek qëllimi, pra që kemi në fund dhe nuk kapim pas vogëlsirave. Shenja e Birgjëreshës, siç e përmenda tek shenja e Luanit, shenja e Birgjëreshës, ose Hëna fillon javën tek shenja e Birgjëreshës. Hëna plot që do të jetë ditën e premte, do të jetë vendosur tek shenja e Krepit, dhe kjo do më thënë mbarimi një periudhe ku mund të kemi pasur vështirësi për të bërë marrëveshje të sakta ose marrëveshje të cilat na sillnin frutet të punës që ne jepnim, investimit që ne kemi dhënë. Pra mbaron një periudhë ku mund të kemi punuar pak a shumë kot. Dhe falë kësaj mund të fillojmë që të krijojmë një farë rutine të re, një farë ose marrëveshje të reja të cilat janë më tepër fitimprurse në lidhje me të ardhurën materiale. Vazhdojmë që të jemi në periudhën kur shenja e Virgjëreshës po mbledh, po akumulon në jetën e tij. Më tepër në këto momente po akumulon të ardhurë materiale ose po akumulon mënyra se si ta bëj këtë, duke qenë se kemi pasur shumë kriza ose shumë probleme të padukshme në shumicën e rasteve të cilat ne nuk e dinim se si t'i zgjidhnim. Tashmë kemi shumë më të qartë, pak më tepër që kalimi edhe i Venusit edhe i Uranit tek shenja e Binjakut, që do të ndjehet në mënyrë të dukshme ditën e Hëna tutje. E çon shenjën e Virgjës që të jetë më e suksesshme, e hap edhe më tepër rrugë, sepse e shikon karrierën tashmë në pikë vështrim tjetër. Për shenjën e Virgjës mund të kemi ndryshime se si e bëjnë punën e tyre, në disa raste mund të kemi edhe një nevojë për të ndryshuar karrierën tonë, sepse nuk kemi ndjemit të përmbushur prej saj, nëse një karrierë e cila shumë monotone, në këto momente për shenjën e Virgjës vërtet që mund të mendojmë që të ndryshojmë, të dalim jashtë sistemit pak a shumë. Është një ndikim pozitiv sepse shumë i mbështetur, do t'i këshilloj madje që nëse keni një mendim të tillë, ta merrni seriozisht, të filloni që të kërkoni, sepse kjo javë do t'ju nxjerrë në jetën, do të sjellni jetën tuaj mërtimi, mundësi që mund ta bëni këtë persona, individ që prezantojnë pothuajse nga shumë persona në jetën tuaj, si nga shoqëria, po ashtu nga vëllezërit, nga motrat, nga mjeti juaj ngushtë, edhe kur jeni në udhëtim, për shembull, prezantojnë persona të tillë, të cilët ju japin disa ide praktike për ta bërë këtë si gjë. E keni shumë të thjeshtë pra që gjatë gjithë kësaj jave që të shikoni botën me një pikë vështrim të ri, i cili në të vërtet është pikë vështrimi që do t'ju nevojitet për pothuajse 7 vite në vazhdim pra. Kjo është diçka që do të ndërtohet gradualisht, por kjo javë është vërtet shumë e rëndësishme, duke qenë se jemi drejt një hëne të plot, kjo do thotë që jemi në fazën që po ndërtojmë. Dhe këtë ndërtim e bëjmë nëpërmjet komunikimit në të vërtetë, duke fokusuar mirë tek anët tona të forta, talentet tona. Shenja e Peshorës. Për shenjën e Peshorës, ndikimi është shumë i fuqishëm në këto momente. Ndikimi më i fuqishëm në të vërtetë vjen nga kalimi i Uranit tek shenja e Binjakëve, duke qenë se do të krijojë një trekëndësh ajri për ata që kanë lindur tek shenja e Peshorës ose ata që kanë ascendentin. Dhe kjo do më thënë që kemi një farë kthjelltësimi në mendjen tonë. E shikojmë botën më tepër realitet. Syzet rozë që mund të kemi pasur deri në këto momente i heqim automatikisht pothuajse. Kemi një nevojë vërtet shumë të madhe për të zgjeruar, për të mësuar gjëra të reja, për të dalë edhe për shenjën e Peshorës, për të dalë jashtë sistemit, po jo në lidhje me karrierën, në lidhje me jetën tonë në përgjithësi. Pra kufijt, duke filluar që nga dita e diellit tutje, tashmë do të bën
të pa dëshirueshëm për ju dhe do të keni më tepër nevojën që ta shikoni botën në aspektin e madh, për shtu, të thoni më tepër ose të trajnojnë më tepër. Mund të ketë shumë persona tek shenja e peshorës që asaj periudhe mund të kenë një dëshirë vërtet shumë të madhe që të dalin në shështetin, të trajnohen, të zgjerohen pra kuptimin e tyre dhe pak më tepër që marrin edhe një ndihmë vërtet shumë të madhe nga sistemi, pikërisht në lidhje me këto tema. Plus kemi edhe një farë drejtësie hyjnore. Kjo do të bëhet pak a shumë automatike për ju, sepse kemi bashkimin e ëndrave me shpirtin, ose shpirtit me trupin në disa raste, po e themi në këtë mënyrë. Dhe kjo do të thotë që e keni shumë më të thjeshtë ta ndjeni veten të plotë, të mos i kërkoni pra, si të themi atë anën tuaj tjetër diku jashtë vetes tuaj, të kuptoni që gjithçka është brenda jush dhe fare kësaj jeni edhe më të aftë të veproni. Vazhdojmë që të jemi në periudhën që karriera është shumë dominante, avancimi pra në karrierë shumë dominant, kemi ndikime shumë pozitive në lidhje me këtë temë, pak më tepër që edhe hëna e plot që do të jetë ditën e premte, por ju do të thotë të ardhur materiale të mira sepse thyen komplet barierat që mund të keni pasur ose barazhet që mund të keni vënë vetes tuaj dhe e keni shumë më të thjeshtë në të vërtetë që të avanconi dhe të merrni atë çfarë meritoni. Në përgjithësi në këto momente shenja peshorës është duke rritur, duke zhmolluar, por bashkë me rritje mund të vinë detyrimisht edhe sfida, të cilat nëse thjesht qëndroni të qetë, që në këto momente e keni dhe këtë aftësi ta bëni, e keni shumë të thjeshtë t'i bëni, pra t'i përdorni të gjitha mundësitë që po vinë në jetën tuaj. Për sa përket çështjeve sentimentale, hëna e re që ishte javën e kaluar, ditën e premte, ishte një hënë e re e cila ju bëri të qartë se cilët janë personat që ju duhet të mbani në jetën tuaj. Se sa i keni pranuar këtë si gjë është komplet në dorën e individit, por në të vërtetë kjo është tema kryesore asaj hëne të re, dhe do të thotë edhe fillime të reja për këtë arsye. Mund të thotë edhe fillime të reja në mënyrë se si ne perceptojmë jetën, po ashtu edhe fillime të reja, që do të thonë lidhje të reja. Ndërkohë që kjo javë do të thonë tashmë hedhjen e themeleve më të forta pikërisht në lidhje me këto tematika. Kjo që jemi më të qartë se çfarë duam të bëjmë, detyrimisht e kemi edhe më të thjeshtë të avancojmë në bazë të kësaj. Në lidhje me shëndetin, duhet jemi të kujdesshëm, të gjitha shenjat në përgjithësi duhet jemi, po edhe për ju po e them, duke qenë se kemi shumë infeksione në këto momente që mund të ndjejmë. Këto lloj infeksionesh në përgjithësi mund të prekin dhe sistemin urinar dhe për ju duke qenë sa është më i ndjeshëm, do t'i këshilloj që nëse keni qoftë një farë simptome, sa do të vogël, të shkoni te doktori sepse është diçka që nuk besoj se mund të zgjidhet shumë thjesht, pa e marrë seriozisht, pra po e themi në këtë mënyrë. Shenja e akrepit, edhe shenja akrepit gjatë kësaj jave është një ndër karakteret më të rëndësishme, duke qenë se do të kemi një hënë të plotë të vendosur tek shenja juaj. Në këto momente kemi disa vendosje. Një e para kemi vendosjen e Jupiterit tek shenja e Gafores, ndërkohë që kemi edhe dy vendosje shumë të rëndësishme, dy asteroide më themi shumë të rëndësishme tek shenja e Peshqve dhe kjo krijon automatikisht gjatë kësaj hëne të plotë do të krijojë një trekëndësh uji. Kjo për shenjën e Akrepit do të thonë një farë kthjelltësimi i ujit, nëse kemi pasur një ujë të ndenjur pra brenda vetes ose në ambientin ton, do të kemi farë kthjelltësimi, do të dimë shumë mirë se si të veprojmë dhe në të njëjtën kohë mund të thotë edhe shërim. Më tepër ky shërim vjen në anën tonë sentimentale dhe në perceptimin që kemi për marrëdhëniet tona personale, sepse kemi një riperceptim komplet të identitetit tonë, se ku ne vetë kemi çeluar. Duke qenë se shenja e Akrepit do të thonë edhe shndërim, nga kjo hënë e plotë mund të thotë edhe fillimi i një shndërimi, pra krijimi i një identiteti të ri i cili shumë më i shëndetshëm. Sidomos në qoftë se ne kemi penguar veten tonë, i kemi vënë kufim pra, dhe nuk e kemi lejuar që të jemi të suksesshëm, ndoshta nga frika, ndoshta sepse ashtu donim që ndronim brenda një ambienti të caktuar ose brenda disa lidhjeve të caktuara, këto kufim do të thyen komplet dhe kemi fare kësaj mundësinë që të krijojmë jetë vërtet shumë të begatë. Jemi shumë efikas në këto momente, kemi një kreativitet fantastik, vërtet shumë të lartë dhe mbi të gjitha, i gjithë ky kreativitet mund të përkthehet pothuajse automatikisht në diçka praktike. Sepse për shenjën e Akrepit në këto momente një lidhja e mendjes pak a shumë me trupin është pothuajse menjëhershme, nuk kemi asnjë lloj filtri në mes. E vetmja gjë që na duhet të bëjmë është që të jemi shumë të kujdesshëm në lidhje me rutinën tonë dhe me shëndetin tonë.
Për këtë arsye, duke filluar që nga dita e hënë, do të kemi një hënë të vendosur tek shenja e Virgjëreshës. Dhe në shenja e Virgjëreshës na bën shumë më tepër analitik, na bën që të fokusojmë tek detajet, e kemi shumë më të thjeshtë në të vërtetë që të perceptojmë se cilat kanë qenë gabimet tona në lidhje me mënyrën se ne trajtojmë trupin ton, se si jetojmë e trajtojmë karrierën tonë, pra gjithçka në jetën tonë në mënyrë që ta kthejmë në diçka më praktike dhe të heqim nga jeta gjërat që janë të panevojshme dhe të mund të ndërtojmë atë çfarë ne na duhet. Në të vërtetë, jemi në një fazë shumë pozitive. Pak më tepër që edhe kalimi Uran tek shenja e binjakëve do ta mbaroj edhe periudhën e cila ka qenë problematike brenda lidhjeve, do të na bëjë që të kuptoj shumë mirë se ne vetë çfarë gabimesh kemi bërë, sepse krizat të cilat mund të dalin edhe deri ditën e shtunë në skenë, do të na bëjnë të na përplasim më të themi në fytyrë këtë si gjë, pas asaj kemi më të thjeshtë detyrimisht ta bëjmë këtë. Ndërkohë që të gjitha vendoset planetare në këtë momente, në një mënyrë ose në një tjetër, e ndihmojnë shenjën e Akrepit që të ndërtojë. Mund të ndërtojmë në karrierë, mund të ndërtojmë lidhje sentimentale efikase, të shëndetshme, mund të ndërtojmë mbi të gjitha edhe shtëpi ose një ambientin ku ne ndjehemi veten si në shtëpi, ku ndihemi të pranuar pak a shumë, sepse kemi riperceptimin komplet të botës. Është një javë shumë pozitive në përgjithësi për të gjitha shenjat, edhe pse do të ndihemi të lodhur në fund të saj, sepse do të kemi shumë ngjarje që ndodhin njerëz. Kur Urani kalon tek shenja e binjakëve, e fillon të përshpejtohet energjia në mënyrë të dukshme, sepse informacioni vjen shumë herë më lehtë, downloadohet shumë më lehtë nga universi, dhe kjo shenja e Akrepit do ta ndjejmë në mënyrë të dukshme këtë si gjë, sidomos në lidhje me marrëveshjet ose me të ardhmë materiale. Kemi mbylljen e disa cikleve që kanë qenë shumë problematike në marrëdhënie me vëllezërit, me motrat, apo edhe me gjyqet në disa raste, dhe mund të kemi edhe mbylljen e një cikli në të cilën shenja e Akrepit nuk e ka lejuar veten që të jetë vetja e tij, ketë përjetuar potencialin e tij ose të saj të plotë. Shenja e Shqyrtarit. Dy kalimet planetare që kemi gjatë kësaj fundjavë, njëra ishte Venusi kaloi tek shenja e binjakëve, dhe do të kemi edhe kalimin e Uranit tek shenja e binjakëve përsëri. Venusi tek shenja e binjakëve për shenjën e Shqyrtarit, domethënë rritja e romanticitetit ose e të bukurës brenda lidhjeve sentimentale. Gjatë gjithë javës në vazhdim do të jemi në këtë lloj frymash. I shikojmë partnerët tanë në një frymë më të re, më të freskët, më mirë të themi. Prandaj do argëtojmë më tepër brenda këtyre lidhjeve. Pak më tepër që kemi një pasion më të lartë, duam apo s'duam, sepse Marsi është i vendosur tek shenja e dashtë për shenjën e Shqyrtarit, domethënë pikërisht rritja e pasionit dhe mirëmbajtja shumë herë më e thjeshtë tek këtyre lidhjeve. Mund të mbijmë pak më tepër prej pasionit vende nëse duam të fillojmë diçka të re në këto momente, prandaj do të jemi të vëmendshëm nëse duam të krijojmë një lidhje të re, të shqyrtojmë mirë çështjen pra, dhe pastaj të vendosim, por shumë e thjeshtë në këto momente sepse jemi të kthjellët në mendime. Ndërkohë që për sa i përket karrierës është një javë vërtet shumë efikase. Duke filluar që nga dita e hënë, për shenjën e Shqyrtarit mund të vëmë re disa ndryshime në dinamikat që janë tek vendi i punës. Në të vërtetë këto ndryshime të dinamikash ju bëjnë vërtet shumë mirë. Arrini që të perceptoni problemet që mund të keni një shkaktor vetes ose ku e keni mbajtur veten tuaj të vogël. Është e vlefshme kjo gjatë gjithë javës në vazhdim, por sidomos ditën e mërkurë dhe të njëjtën do të jemi një palë kthjellëtësimi, sepse do të jemi në ndikime shumë më tepër dominant të hënës së plotë që është ditën e premte. Edhe ditën e premte do të vazhdojë detyrimisht si ndikim, por do të thonë që ndihmë të mërkurën. Kemi kënde të vështira gjatë kësaj dite dhe me kënde të vështira vjen gjithmonë edhe sfida, por këto sfida në të vërtetë për ju domethënë edhe mundësi të shumta. Por përgjithsisht java në vazhdim në përgjithësi për shenjën e Shqyrtarit është karrierë. Fokusimi tek karriera dhe në bazë të saj krijimi i një farë suksesi në të. Nëse sa arrim që ta përdorim detyrimisht në vartësi të hartës tonë personale, por jeta profesionale që të javës në vazhdim do të ketë një rëndësi vërtet shumë të madhe. Pak më tepër që në këtë moment jemi dhe shumë kreativ. Dhe mbi të gjitha po mësojmë se si ta kthejmë këtë kreativitet në prakticitet, pra ta përkthejmë njëherë në diçka që mund ta përdorim ose që mund ta realizojmë. Atë çfarë ka shenja e Akrepit, që ka automatike në këtë moment, për shenjën e Shqyrtarit është pa mëson pak a shumë. Nuk mund të them që është shumë e vështirë, sepse dielli në këtë moment është i vendosur tek shenja e Demit dhe krijon një farë stabilizimi të dukshëm në jetën tuaj. Kemi riperceptimin e mënyrës se si ne trajtojmë edhe trupin ton.
edhe pse në këto momente mund mos kemi qenë shumë të deri në këto momente, mund mos kemi qenë shumë të kujdesshëm, duke filluar nga java në vazhdim, do të jemi shumë të vëmendshëm se çfarë konsumojmë, si trajtojmë trupin ton, do të kemi riperceptimin edhe të programit ton, pra mund të shkojmë më tepër të jemi më aktiv, të bëjmë sport e të tjerë, që do t'ju këshilloja, sidomos duke qenë se edhe hëna është në rritje, kemi shumë të thjeshtë të krijojmë zakone të shëndetshme në këto momente. Ndërkohë që nëse nuk jemi të vëmendshëm, në lidhje me shëndetin mund ta kemi problematike, shenja shigjetare, duke qenë se kemi ndikime në këto momente tek sëmundjet që janë me temperaturë të lartë, sepse kemi shumë vendosur tek shenjat e zjarrit. Gjithsesi, pavarësisht se dielli ka kaluar tek një shenjë toke, kjo do të thotë që nëse nuk jemi të vëmendshëm, mund të preken shumë infeksion, sidomos kemi dhimbje të dukshme që nga pjesa e belit e poshtë, sepse kjo është pjesa më e ndjeshme e shenjës së shigjetarit. Në disa raste mund të kemi edhe dhimbje të tilla që nuk na lejojnë që të lëvizim aq sa duhet, prandaj ta marrim me moderitet, të bëjmë lëvizje me moderitet, ka shumë rëndësi, pra edhe nëse filloni sportin, duhet jemi të vëmendshëm dhe mos e teprojmë që ditën e parë. Ndërkohë që për sa i përket marrëdhënieve familjare, jemi futur në një fazë vërtet shumë pozitive tashmë. Do e ndijm pothuajse menjëherë që nga dita e sotme madje do fillojmë të ndijm pothuajse menjëherë ndryshimin e komplet të këtyre dinamikave, sidomos nëse kanë qenë problematike dhe kemi ndjerë që nuk kuptoheshim siç duhet brenda familjes, fillojmë të kemi një ndryshim të dukshëm të këtyre dinamikave dhe kthehemi në diçka më të shëndetshme, aty ku ndihemi më mirë, më të sigurt. Prandaj edhe ne le të themi që mbështesim mirë dhe krijojmë një ambient shumë më tepër harmoni. Shenja e bricjapit është në një fazë rritjeje, zhvillimi, por ka dhe një farë stresi, trysnie që ndihen në këto momente, aty ku mund të ketë mi lidhur shpresat ose ku e kishim pak a shumë të sigurt, mund të kemi filluar që të kemi dyshime. Kjo nuk është diçka negative, është pak a shumë reflektimi i fundit për diçka përpara se të fillojë tamam. Prandaj dhe do t'ju këshilloj që të jeni pak më të qetë dhe të mos reagoni edhe nëse ndjeni fare tensioni në ambientin tuaj. Natyrisht më tepër mund të ndihet brenda shtëpisë, banesës, familjes, sepse në këto momente kemi të vendosur Saturnin tek shenja e Dashit, për ju domethënë familja, dhe dinamikat janë duke ndryshuar edhe përgjegjësitë që ju merrni ose që pjesëtarët e tjerë të familjes po marrin. Dhe fakt kësaj mund të ndërtoni dhe një jetë familjare shumë më të shëndetshme dhe të përshtatshme për ju. Këshillimi do të ishte që mos merrni më tepër përgjegjësi se çfarë duhet, sepse kjo është një themër juaj akilit. Mundoni gjithmonë që të merrni gjithë përgjegjësi për vete, gjë që nuk është as pak e shëndetshme. Kemi një rritje në të vërtetë për këtë arsye, sepse bëni më të suksesshëm, por detyrimisht do të jeni të qetë në këtë pikpamje. Rritja në përgjithësi vjen graduale, në këto momente kemi filluar ose kemi hedhur ato hapat e parë drejt kësaj, drejt një stabiliteti ekonomik, dim se ku qëndrojmë, do të vazhdojmë që ta ndjejmë edhe gjatë javës në vazhdim, pak më tepër që kemi edhe kreativitetin të lartë në këto momente, edhe Venusi do të ketë kaluar tek shenja e binjakëve, ka kaluar tashmë që ditën e sotme, edhe për ju domethënë që jeni shumë efikas në këto momente, çfarë mendoni filloni që ta realizoni. Po mësoni gradualisht, pak a shumë edhe tek si shenja e shigjetarit, dhe mundësitë e shumta që hyjnë në këto momente në jetën tuaj dini se ku ti vendosni, pra mjafton që të jeni vërtet të qetë, sepse në këto momente nëse reagoni në mënyrë të gabuar mund të keni vërtet probleme. Këto probleme mund të vinë në 3 pika shumë të rëndësishme që është familja, është karriera dhe partneritetet, sepse këtu mund të jenë gjërat që kemi kriza gjatë kësaj jave. Do të fillojnë që të ndihen që nga dita e marta vonë në darkë, por që nga dita e mërkurë do të fillojnë që të ndihem. Dhe do të vazhdoj deri pothuajse te hëna e prill, që është ditën e premte. Prandaj dhe në qoftë se ne nuk jemi të vëmendshëm dhe nuk jemi të vetëdijshëm, më të themi, mund të sforcojmë shumë këtë marrëdhënie, madje mund të kemi edhe probleme të rëndësishme sepse mund të pengohet zhvillimi jonë ose suksesi në karrierë. Ndërkohë që nëse jemi të vëmendshëm, bëjmë atë që thashë në fillim, vërtet që gjatë javës do të bëjmë re disa mundësi që do të na bëjnë që të zhvillohemi vërtet shumë. Jemi në një fazë shumë pozitive, mjafton që të jeni hapat të sigurt. Në lidhje me shëndetin ju jeni të ndikuar, ndikimi më i rëndësishëm në këto momente është prek lëkurën dhe prek në të njëjtën kohë edhe gjunjët, duke qenë se
kemi krimin një trysnie të dukshme në të gjitha pjesët që ne i kemi më të ndjeshme dhe për shenjën e vricjave, këto janë pjesët të cilat ju i keni më të ndjeshme. Pra, lëkura, frymëmarrja në përgjithësi dhe pjesët e gjurit, prandaj edhe që televizionin në të egzageruar nuk e këshilloj që ka me moderitet. Shenja e ujorit, kalimi i uranit ditën e diel tek shenja e binjakëve, por ju domethënë futen në një fazë vërtet shumë pozitive. Prandaj dhe java në vazhdim, që duke thënë që nga ditë e hënë, do të kemi fillim në një periudhë që është shumë pozitive për ju. Jeni shumë më tepër kreativ, botën e perceptoni në një prizmë shumë më të gjerë. Nuk fokusohen tek detajet e vogla dhe aty ku mund të keni pasur kriza ose që edhe mund të keni të vërtet edhe gjatë fundjavës tek familja juaj, duke filluar nga dita e dielë tutje, nuk i keni më. Ziten pothuajse vetvetiu. Dhe keni edhe më tepër mundësi që të ndërtoni, duke filluar që nga lidhje sentimentale, duke vazhduar tek burime për të ardhur materiale dhe mbi të gjitha ndërtoni jetën sepse shikoni universin të plot pothuajse. Jeni shenja e cilat downloadimet nga universi merren shumë më shpejt. Një sepse e keni këtë aftësi vetvetiu, është në kodin tuaj pra, dhe tjetra sepse në këto momente urani kaloi tek shenja e binjakëve, e cili domethënë më njëherë komunikim, informacion i shpejt. Prandaj dhe për ju detyrimisht duke qenë se në këtë moment e kemi edhe një këmbë pozitiv të njëjtit uran me Plutonin që është i vendosur tek shenja juaj, e keni shumë më të thjeshtë. Marrëdhënie sentimentale për shenjën ujore në këtë moment janë vërtet duke lulëzuar. Kjo nuk do të thënë se patjetër duhet të ndërtoni diçka të re nëse nuk jeni brenda një lidhje, po ndjeni vërtet të dashuruar, pra dhe kjo është diçka që ju frymëzon që të avanconi në jetë, t'jeni më të suksesshëm, mund edhe të dëshironi që të ndërtoni jetën tuaj në mënyrë ndryshe, në mënyrë që ndoshta nuk është edhe shumë e pranuar ose nuk ishte e pranuar nga shoqëria, nga ambienti, nga familja juaj, por që është më e përshtatshme me shpirtin tuaj, prandaj edhe për mendimin tim shenja ujore në këtë periudhë është periudha që gjen vetveten. Për sa i përket të ardhurave materiale, ndërkohë që deri në këtë moment e kemi pasur sfida, tashmë nuk i kemi më. Sepse të gjitha sfidat që u përballëm deri në këtë moment ishte që të na mësonin se ku ishin limitimet tona. Ndërkohë që pas kësaj e kemi shumë më të thjeshtë edhe nëse shikojmë limitimet, i tejkalojmë ato ose të ndërtojmë rrugën kundrejt rrjedhës në disa raste dhe të kemi shumë më të suksesshëm dhe si rrjedhë të marrim atë çfarë meritojmë. Hëna e plot që është ditën e premte, për ju do më thënë sukses në karrierë, edhe pse mund të vinë nëpërmjet krizave, po këto janë pak a shumë kriza që ju keni qef t'i zgjidhni, janë pak a shumë aventura, mund t'i perceptoni në mënyrë të tillë pra, dhe kemi edhe aftësinë për të avancuar shumë më shpejt në karrierë, vini më tepër në sy, jeni shumë më tepër përparimtar, pra në këtë moment jeni fiks në energjinë dhe në elementin tuaj. Mbi të gjitha, në lidhje me çështje sentimentale, afatgjata, krijimin e familjes, krijimin e lidhjeve bashkëtesës ose martesave, është një periudhë vërtet shumë pozitive. Do të këshilloj ta përdorni qoftë se dëshironi të ndërtoni diçka të tillë ose keni një partner për të cilin e mendoni që mund të kaloni jetën pra. Në lidhje me shëndetin, duhet të jemi të gjithë shumë të kujdesshëm për shenjën e ujorit. Pjesa që është më e ndikuar është sistemi nervor dhe kemi edhe sistemin limfatik i cili mund të jetë shumë i ndikuar, prandaj edhe syt në të njëjtën kohë, shikimin pra, në përgjithësi. Prandaj edhe nëse keni probleme lidhje me këtë temë, do të këshilloj që të shkoni te doktori, por të shplodhemi si fillim na bën mirë. Nuk është ndonjë gjë e egzageruar, domethënë, nëse keni probleme, merrni masa. Domethënë nuk është se keni që do smuren e patjetër, po e them nëse keni probleme, këto mund të jenë problemet që mund të shkaktojnë. Okej, shenja e peshqve. Në të vërtetë në këto momente shenja e peshqve është futur fiks në periudhën ku ka fat dhe mund ta përdor. Madje edhe pengesat që deri në këtë moment mund t'i keni nxjerrë vetes tuaj, të them të vërtetë nuk keni më justifikim për të nxjerrë, mund të them që nuk do t'i përdorni dot më. Pak a shumë do talleni me veten tuaj nëse do vazhdoni që të jeni më të njëjtën rrymë, pra. Kemi aftësi vërtet shumë të madhe për gjithçka në këto momente, për të kryer lidhje sentimentale ose për të gjetur veten, për të kuptuar se çfarë ne dëshirojmë vërtet nga lidhja. Kjo nuk do të thonë se duhet patjetër që të lidhemi me dikë. Në disa raste mund të vendosim që ndihemi mirë këtu. Mund të ketë persona madje
tek shenja e peshqve që të marrin çantën dhe të ikin, sepse duan që të shëtisin botën. Duan të përjetojnë jetën pak ndryshe, pra me kalimin e Uranit tek shenja e binjakëve, për shenjën e peshqve, kjo domethënë që dëshirojnë një ndryshim shumë të madh në mënyrën e jetesës. Rikonstruktimin të komplet të banesës, të marrëdhënieve familjare, po ashtu edhe perceptim komplet të jetesës, prandaj vërtet që mund të ketë shumë persona tek shenja e peshqve që mund të dalin jashtë sistemit, njëllë siç ishte të gjitha shenjat e ndryshueshme patjetër, ka shumë në këto momente. Ndërkohë që zhvillimi më të madh, shenja e peshqve në këto momente e ka në lidhje me krijimin e stabiliteti, suksesi, pothuajse në çdo aspekt të jetës, por në karrierë këto ta ndiejnë vërtet shumë. Hëna e plot që është tek shenja e akrepit, për ju domethënë mbarimi i periudhës së kushtëzimeve. Vërtet që doni apo s'doni ju, tashmë do të përballeni me këtë anë tuaj, e cila i ka mbajtur brenda një guaske, e cila në të vërtetë tashmë është shumë e vogël për ju. Duhet të rriteni, pra ka ardhur momenti që të rriteni. Kemi një mundësi vërtet shumë të madhe për të udhëtuar, sidomos nëse dëshironi të trajnoheni, e keni këtë si aftësi. Magnetin vërtet shumë të madhe nga persona, pothuajse në të gjithë botën, sidomos nëse jeni persona që ka të bëjnë me tematika intelektuale ose shpirtërore, pra që keni puna juaj ka të bëjë me këto lloj temash, do të merrni një ndihmë vërtet shumë të madhe në këtë moment, sepse ka ardhur momenti që të zgjerohen për të rriteni. Përsa përket marrëdhënieve me familjen tuaj, siç e thash, në një farë ndryshimi, në fillim mund ndoshta nuk ju kuptojnë ashtu siç duhet, por edhe ata si përfundim do t'ju lënë të lirë, pra që ju të përjetoni jetën që ju bën të lumtur, dhe në lidhje me shëndetin, duke qenë se sistemi juaj imunitar plus edhe sistemi limfatik, njëlloj siç ishte tek shenja e ujorit, mund të jetë është më i ndjeshëm, mund të themi. Mund ta keni pak më të ndikuar gjatë jave, edhe pse më duhet të analizoj këtë më së fundi. Jemi futur në një periudhë ku shenja e peshqve e ka mirë shëndetin, e ka vërtet mirë. Domethënë problemet që mund të keni se mund të harxhoni shumë para, kjo është problemi vetëm që mund të keni, por nëse këtë e mbani në kontroll, pra nëse harxhimet i mbajmë në kontroll, nuk do të kemi probleme. Këto ishin ndikimet që kishim për të gjitha shenjat, për të gjitha ata që nuk mund të ndiqni, si gjithmonë mund të ndiqni tek kanali im YouTube-it. Mos harroni që të abonoheni tek kanali YouTube-it dhe të përqeni videot që ju pëlqejnë. Në këtë mënyrë edhe më mbështesni dhe unë mundem të vazhdoj që të punoj për ju. Faleminderit të gjithëve që morët pjesë dhe shihemi përsëri ditën e hënë ku do të flas në lidhje me hënën e plot që është tek shenja e akrepit, e përmenda edhe gjatë parashikimit të sot, pak a shumë tek të gjitha shenjat, gjithsesi do të flasim më për detaje për ndikimet që do të ketë. Faleminderit. Pafshim.